ditën e djeshme, pra kur pikërisht ky vend, ky shesh ka qenë arena kryesore e përplasjes në mes të policisë ushtarake të KFOR-it dhe protestuesve serb. Unë tash kemi ardhur në Zveçan dhe jemi rrugës për me shku te objekti i komunës, aty ku janë të barikaduar KFOR-i, forcat e KFOR-it, e ku janë edhe protestuesit serb. Kujtojmë që dje këto protesta ka qenë jashtëzakonisht e vëndshme, ku janë lënduar edhe mbi 25 policë, në fakt ushtar të KFOR-it, të cilët janë përplasur me protestuesit serb. Gjendja sot është më e qetë, por tash po shkojmë me pa se si është situata në komunën e Zveçanit. Pra, siç po shihni dhe shikoj, këto janë forcat polake të KFOR-it, të cilët po ofrojnë siguri këtu në komunën e Zveçanit. E sheni kanë vendosur një barikadë apo një pengesë shumë më larg objektit të komunës. Për momentin pra kanë bërë kontrollin e një makine që merret me mbeturinat e qytetit dhe siç po shihni pra e kanë vendosur një kordon, një barikadë shumë më larg objektit të komunës për të ofruar siguri, pra për të pamundsuar që protestuesit të afrohen në afërsi të objektit të komunës së Zveçanit. Kjo është rruga kryesore e qytetit të Zveçanit, pak më poshtë është komuna dhe siç po shihet në këto momente, pra janë forcat e KFOR-it, ushtria policore, të cilët pra policia ushtarake, të cilët janë vendosur në këtë kordon, të cilin po e shihni këtu prapa. Ata janë me mburojat e tyre dhe të pajisur mirë për të përballuar protestat e vëndshme në rast se ka të tilla, pasi që kanë eksperiencën nga dita e djeshme, ku shihni në gjurmë të poshtë, pra ku janë djegur makina dhe ku edhe qyteti tani rruga kryesore atje është duke u pastruar për shkak të protestës së vëndshme dje, ku ka pas hedhje të sendeve të forta. Mos harroni që ka pas sikur mbi 25 policë të lënduar, policë ushtarak pra të KFOR-it të lënduar, dhe ajo çfarë shihet pra janë qytetarë, për momentin protesta është e qetë dhe prapa nesh, pra janë edhe përfaqësues të listës serbe, është kryetari Goran Hrakić, që është kryetari i listës serbe, e po ashtu edhe njëri prej anëtarëve kryesorë të kësaj partie, pra që është Slavko Simić, të cilët po qëndrojnë bashkë me protestuesit këtu në sheshin kryesor të komunës së Zveçanit. Për momentin protesta pra është e qetë gjatë ditës së sotme deri në këto momente. Nuk ka pas tensione, janë qytetarë, por se jo vetëm qytetarë, pra këtu pra ka edhe pjesëtarë të strukturave paralele dhe zakonshëm, pra në protestat e tilla kur fillojnë të dalin këto grupet e dhënshme, dalin pas ditës, pra pas orës 12 dhe jo në mëngjes, siç është ora koha tanishme kur po e bëjmë edhe këtë incizim. Pra ato grupe të cilat konsiderohen si të rrezikshme dhe të cilat janë të koordinuara dhe të cilët orkestrojnë të gjitha ato çfarë ndodhen një natë më parë, pra zakonisht dalin pas orës 12 në situata të tilla, paçka se ka edhe në këto momente, pra në të gjitha anët kemi parë persona të cilët janë të veshur në të zeza dhe të cilët pra monitorojnë situatën, përfshi edhe mediat se kush po futet në qytet e kush jo. Kjo rrugë pra dje ka qenë epicendra e krizës në veri të Kosovës, ku ka pas reagime të ashpra të protestuesve dhe të grupeve kriminale, më shumë se 25 policë të ushtarak të KFOR-it pra janë lënduar, se kush i ka kryer ato sulme, se çfarë ka ndodhur në këtë vend, do të diskutojmë edhe një herë me kolegun ton që na u ka bashkangjitur në këtë udhëtim, pra ekspertin e sigurisë, zotin Drizan Shala. Shala, jemi tash në qendër të Zubin Potokut, po shihet se është më qetë situata. Çfarë nisishen këto të cilat po sigurojnë? Këtu shifën brapa neve është bataljoni e rezervë, taktiko rezervë të udhëhequr nga komponenta hungareze, pra është bataljoni i cili merret kryesisht me operacione ngjashme me njësinë operative të policisë së Kosovës, të cilët kanë për qëllim
mbarvajtjen e procesit dhe menaxhimin e turmave. Kanë fuqi të menaxhojnë turmat ata? Sipas asaj që ka shparë dhe është vërejtur dia dhe mënyra vepruarit, domthonë është vërejtur se nuk janë të profesionalizuara as sa duhet në menaxhimin e situatat e tjera, sepse deri ka dhënë situata nga kontrolli, pra ne ka Të menaxhonte më mirë njësitë e elitit të policisë Kosovës apo këta në këndvështrimin e juaj kështu, sepse nuk janë që pa eksperiencë pra policia e Kosovës në menaxhim të turmave. Unë besoj që policia e Kosovës ka gjitha kapacitete teknike dhe humane për të menaxhuar çfarëdo turme e cila është dëshmonin të kaluar që është të jetë personale për të neutralizuar agresionin që vjen në drejtim të tyre. Po çka është më rëndësi të theksohet Dibrana është fakti që në kuadër të kësaj strukture, si përqim brapa neve, ekziston edhe batalioni për veshgim dhe mbledhje të informacioneve inteligjente, e cilat deri me tani ka mbledhur edhe informacione, ka pranuar informacione të cilat vijnë nga shtetet që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, dhe që në të kaluar është krijuar një narracion që nga 2011 nga intervenimi i parë si policia e Kosovës është ajo e cila është duke ngjitur tensionin dhe trazira në pjesën veriore, që de facto është vërtetuar dje që nuk është policia e Kosovës ajo që krijon trazira, po janë pikërisht një qendër NATO ku i klasifikojnë, verifikojnë këto informacione. Në kuadër të batalionit për veshgim dhe inteligjencë marrin pjesë gjitha kombët të cilat janë kuadër të NATO dhe aty rrjedha informacionit mbledhet në bazë të njësije për kaste inteligjente, pra kemi shtetet që nuk e njohin Kosovën dhe mund të plasojnë informacione të cilat janë për qëllime dhe çështje të caktuara, pra ne mund të themi se është vërtetuar dje nga incidenti i ndjeshëm. Apo thoni se edhe KFOR-i ka rënë prej e informacioneve të gabuara apo këtij narracionit qëllimisht të shtrembruar. Po mendoj që KFOR-i ka rënë prej informacione të gabuara, dezinformata që kanë pasur për qëllim që të paraqiten situatën, jo ashtu siç është në të vërtetë si policia e Kosovës nuk është ajo që të krijon trazira, tensione, po pikërisht janë qytetarë të grupet kriminale të cilët nuk e pranojnë rendin dhe ligjin. Dhe është vërtetuar që ta nuk e pranojnë as rendin, as nuk e akceptojnë ligjin. Kush janë ato grupe kriminale të cilat kanë sulmuar dje? Kemi pa ato foto pra të cilat do i shfaqim edhe për shfaqjen, pra janë foto të cilat qartazi dëshmojnë dhunën që është ushtruar ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Grupet të cilët dje kanë ushtruar dhunë ndaj grupet ndaj strukturave të sigurisë ndërkombëtare janë grupet të cilët kanë ardhur nga pjesa e Serbisë, të cilët kanë gjetur strehim me strukturat aktuale të grupeve paralele të Republikës Serbe që veprojnë në kuadër të pjesës veriore, pra është vërtet një tendencë dhe është vërtet një brutalitet në raport me përfaqësues të KFOR-it dhe kjo është dëshmuar përveç faktit që kemi mbi kush menaxhon këta? I menaxhon Zvonko Veselinović dhe Milan Radojić këto grupe? Të grupe, kapo e tyre grupe është Zvonko dhe Milan Radojić, ndërsa pjesa tjetër janë grupe të cilët kanë intereset e tyre grupore klanore, ka dhe grupet mafioze të cilët kanë ardhur nga Beogradi për të mbështetur kauzën politike të Aleksandr Vučićit në dëmtim të shtrirjes së autoritetit të Republikës Kosovës në këto 4 komunat veriore. Por megjithatë në këtë situatë pra KFOR-i duket se ka situatën në kontroll dhe policia e Kosovës po i shohim autoblindat prapa atje, janë autoblindat të specializuara të policisë Kosovës. Si është pozicioni i policisë Kosovës këtë vështrimin tuaj sot, zoti Shala? Unë mendoj që policia e Kosovës ka tërhequr autoblindat dhe i ka pozicionuar në një pozicion sa më të afër për arsye që mos ketë fare askush çastje në autoblindat e tyre, sepse është vërtet dje demolimi i autoblindave nga ana protestuesve të cilët kanë patur për qëllim dhe për synim të paraqesin një çështje kaotike. Kemi patur edhe mbishkrime të cirelicit të cilët kanë shprehur, pikërisht janë mbishkrime të cilët kanë edhe në 99-98. Çka nuk kuptojnë ato në mbishkrime? Janë mbishkrime të cilët e përcaktojnë domosdoshmë se populli serb nuk e dëshirojnë popullin shqiptar dhe duan të shfarosin. Pra janë thirrje për të vrarë shqiptar kudo që janë. Vendosen në shkronja Z, pra ajo që përdoret të shkronjë simbol rus që përdoret në luftën në Ukrainë. Çfarë do të thotë kjo? Aspektin e përdorimit të këtij simboli Z në autometet të KFOR-it kjo përdëshmon edhe një mesazh simbolik se përket asaj që këtu nuk kemi të bëjë vetëm luftë në mes grupeve kriminale dhe strukturave të sigurisë Kosovës, atyre ndërkombëtare që janë të agrituar në Kosovë, po kemi të bëjë në mes koncepteve perëndimore, koncepte demokratike në mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë përmes aleatit të saj apo satelitit të saj, që është Serbia, e cila është dëshmuar në të kaluarën tani që është pjesë përbërëse këtyre strukturave dhe insinuatave që kanë për qëllim destabilizimin e rajonit. Dhe zoti Shala, të falenderoj edhe për këtë pjesë. Vetëm sa të bëjmë të qartë që konsideruar se ne kemi provuar pra që të kontaktojmë edhe me Ilir Pecin, që është kryetar i cili edhe është betuar pra i komunës Zveçanit. Gjatë kemi kontaktuar edhe për MT, ai është pajtuar parimisht që të kemi një intervistë me të në orën 9 të mëngjesit, rreth orës 9 të mëngjesit. Mirë po gjatë ditës së sotme Ilir Peci, kryetari i kësaj komune, pra nuk është lajmëruar, mbasi ka edhe angazhime të tjera, mirë po vetëm sa të bëjmë të qartë pra për publikun se ne kemi tentuar që të flasim me të
edhe për t'i marrë sqarimet se a ka dalë në vendin e tij të punës, pra këtu ku është në kuvendin komunal të komunës Zveçanit, e i cili siç po shihet në këto momente pra është i blinduar nga forcat e KFOR-it, që janë policia ushtarake e KFOR-it dhe prapa atyre janë mjesitet speciale të policisë Kosovës. Ne sigurisht do të tentojmë që gjatë ditës të ndërtojmë pra këtë narracionin, rrëfimin për veriun se si është situata sot dhe si ka qenë edhe ditën e djeshme, pra kur pikërisht ky vend, ky shesh ka qenë arena kryesore e përplasjes në mes të policisë ushtarake të KFOR-it dhe protestuesve serb, të cilët në të pjesët të cilëve pra kanë qenë edhe grupe të ndryshme kriminale të cilët kanë sulmuar ushtarët e KFOR-it, janë dikun rreth 30 ushtarët e KFOR-it të lëndëruar, ndërsa vetë KFOR-i ka bërë të ditur se janë përdorur edhe armë zjarri dhe gjurmët e asaj se çfarë ka ndodhur, pra janë edhe këto në këto momente të cilat po i shenin në këtë shesh kryesor të komunës Zveçanit, ndërsa në prapavija atje po shihen pra kompania e pastrimit, të cilët janë duke e pastruar rrugën nga mbeturinat të cilët mbeten nga përplasja e djeshme në mes të policisë ushtarake të KFOR-it dhe protestuesve të vëndshëm serb. Vetëm të kujtojmë faktin se kolegët tanë gazetar dje për më shumë se 3 orë kanë mbetë të ngujuar në këtë vend, pra pa siguri dhe të cilët kanë qenë jashtëzakonisht të rrezikuar gjatë kryerjes së punës së tyre.